Na është bashkuar këngëtarja e muzikës popullore Evgjeni Culli, me vargjet e Arianës. Xhano Djali ka bashkuar të dyja, një pjesë nga refreni i këngës. Mirë se erdhe, kënaqësi që të kemi këtu. Faleminderit, mirë se ju gjeta. E spikatur tek që po ndodhe me miken time të dashur. Jeni bërë mike tani apo keni qenë më përpara? Pas këngës i bashkoi më tepër apo njiheshit më përpara? Rastësia na ka bashkuar me Arianën. Unë ndodhur atje tek djali, kjo jeton në New Jersey. Me dëshirë që unë të takonja i kisha lexuar më përpara vjershat edhe të gjitha çka nxirrte Ariana në Facebook, edhe nëpërmjet një mikes time kërkova numrin e telefonit. Dhe më komunikimi që pata më ka dhënë një lloj kënaqësie dhe një lloj me fjalë ndjeva shumë mirë që nga ai moment pastaj ne u bëm mike dhe sa herë unë kam vështirë. Në fakt, Xhano Djal, gjithë nënat qaj njësoj, disa vargje që më kapi gjatë në bisede si për me Arianën, përveç të tjerave, ajo dëshira ime ishte që unë të bëja një këngë për djalin, me që ishi në dhimbja, mënyra atje, Amerika, ika nga Tirana, vajta, largësia të gjitha, edhe kjo ma gjeti atë që unë donja. Që ti ta këndoje, edhe ti bëje për vete gjithë zemrat e nënave të tjera që kanë bëri një tekst që ai ishte thjesht vetëm për mua. Ishe ëmbël ti si glikoja që mësove. Po, i qanë. Glikoja, ato janë pjesa jonë. Nuk ka përmetare që nuk qanë glikote përmetit. Vini nga qyteti i luleve, i të ëmblave. Dhe prandaj dhe janë kaq të ëmbël përmetarët. Janë të njerëz të butë, njerëz të dashur. Një karrierë gjatë e Evgjenisë, si do ta kujtoni t'ju këtë karrierë të gjatë në muzikën popullore përmetare, përfshirë spikatur shumë në sazet e përmetit, ke qenë në krah të usta Laver Bariut, me sazet e përmetit, me këngë popullore, këngët qytetare, ka shumë për të folur Evgjenia. Mbas edhe herë të tjera do të kemi mundësi për të folur më gjatë, po ti si do ta përkufizoje karrierën tënde deri tani në këto momente? Një karrierë e gjatë, një përkushtim për muzikën. Fillimet e mia kanë qenë që para 40 vjetëve. Edhe mos them më shumë që në festivalin e pionerëve që jam angazhuar atëherë, isha e vogël, pastaj fillimet e vërteta i kam me këngë Vitoritu Boftënona në vitin 1996 me sazet e përmetit, me Shtëpinë e Kulturës, se atëherë Shtëpia e Kulturës ka qenë që bënte aktivitetet edhe gjithë organizimet. Edhe nga ajo këngë pastaj unë nuk u ndava më. Mundohesha të isha e angazhuar, mundohesha të kisha repertorin tim, ato këngë që mua më përshtatshin, ato që ishin në natyrën time. Kemi punuar shumë. Një jetë e gjatë, 40 vjetë po, me koncerte, me aktivitete në krah të ustajt, në krah të sazeve, në krah të gjithë kolegëve të mrekullueshëm, se përmeti nuk ka vetëm ustajin. Ustaj vërtet nderoj, por ishin ata që e shoqëronin dhe që je jepnin gjithë atë lezetin sazeve të përmetit. Ju keni qenë në krah të ustajt, usta Laverit, po pjesë albumeve të usta Laverit. Dy albume që ka bërë usta Laveri në atë kohë në vitet 90 derisa ai të largoi nga jeta, unë kam qenë pjesë e albumeve të tij. Si kujtoni atë periudhë kur krijuat këto albume? Si e vlerësoni këtë figurë, mjeshtrin e klarinetës ton? Edhe më tregoni pak në një histori, si e njihni ju usta Laverin? Ustaj në përgjithësi ka qenë natyra e tij kërkues, shumë në fjalë muzika të bëj, jo të dilte nga shtrati dhe nga ajo që çka duhet, mënyra se si duhet të këndoj. Edhe ishte shumë korrekt, ishte një njeri autoritar, edhe ne kemi mësuar shumë, në përgjithësi të gjithë kolegët kanë mësuar shumë nga Ustaj. Ndërkohë, sazet e përmetit janë ndryshe nga këngët e tjera popullore, sepse ato kanë një shtrirje më të gjerë dhe jo kushdo mund të interpretojë, të këndojë ato ashtu siç duket në të vërtetë. Kënga përmetare ka një lloj lirike që nuk e kanë qytetet e tjera apo trevat e tjera. Kënga përmetare është këngë tavoline.
Edhe tani, po thuaj, gjitha këngët janë bërë dhe këngë që të kërcehen edhe të kështu, po në përgjithësi Përmeti e ka këngë tavolinë edhe këngë dashurie, i ka kënduar shumë dashurisë, i ka kënduar shumë lirizmit. Në përgjithësi këngët përmetare nuk janë këngë patriotike. Nuk njihen për këngë patriotike, më shumë njihen, i këndon Trëndafilit, Borxilokut, bukurisë, pastërtisë, vajzës së bukur, çdo gjë është e lidhur me jetesën që bëhet në Përmet. Dhe ju, gjithjetën i ke kënduar edhe Përmetit. Ju personalisht, duke qenë përmetare e larguar, tashmë jeton në Tiranë, apo jo, Evgjeni? Po, kam rreth 20 ca vjet që jetoj në Tiranë, po vallai rënjët i kam në Përmet akoma. Çfarë të mungon nga Përmeti, tani që jeton në Tiranë, dhe çfarë e bën këtë qytet kaq të dashur për ju përmetar dhe për ne që dëgjojmë për jush? Nuk përshtatem dot. Sado që të them për shembull që jam në Tiranë, nuk përshtatem dot. Përmeti ka, çfarë mund të them, ka bukurinë, ka pastërtinë, ka njerëzit e butë, njerëzit e mirë, njerëzit me një dashuri, me një lloj përkushtimi, ose pastërtia, ajo mikoqëria e familjes. Këtu nuk arrim dot që neve ti bëjmë ashtu siç mund të bëhen në Përmet. Shkon shpesh në Përmet? Shkoj shpesh, shkoj. Shkoj sepse jam e angazhuar dhe me aktivitete, por atje për qetësi, për fundjava, për të takuar njerëzit tanë të dashur, sepse prapa, akoma kemi njerëzit tanë atje, në sebepe, në hall, në gëzim, në çdo gjë, edhe për kënaqësi Beharit për shembull, Përmeti është një, prandaj thonë qyteti Trëndafilave, sepse është një bukuri e rrallë. Edhe freskët duhet jetë aty. Behari është. Ndërkohë, do doja që Evgjenia të na këndonte diçka tjetër tani. Pëlqejnë disa këngë që po shifja pak nga repertori, edhe kënga në Përmet, me vargjet e Arben Dukës, është super. I madhi Arben Duka. Me vargjet e bukura. Vargje brillante që ka bërë për atë këngë. Në fjalë e ka përcaktuar Përmetin ashtu siç është në të vërtetë, në Përmet o në Përmet. Edhe guri ka lezet. Trëndafilat radhë ndrinjë si vellua e bardhë. Vërtet, Përmeti është një mrekulli. Janë këngë të bukura se e bëjnë dhe vargjet, e bën teksti, duke qenë se në ditët e sotme është teksti ai që çalon. Kudo vete, mu vulloz vula në djepe, jam unë kaq krenare se jam vajzë përmetare. Diçka tjetër që do doja unë tani është ta dëgjoj drejt për së drejti Evgjeni të na këndoj një refren, një këngë që ti e këndon shpesh me veten tënde. Cila është? Unë kam shumë, po megjithatë përshëndes edhe miqtë e mi, kolegët e mi, të gjithë kudo që janë. Imu në bacën tënde moj, 40 rënjë mollë, i po se qurit kjo, qupa moj dhe moj ma bën me dore. E mos më bëjo moj me dorë moj, por folë me gojë, i po si na shohin, qupat moj dhe moj na bëjnë me dorë. Këngë dasme, i këndohet... Se ka thënë Zotit, në atë zërin e bukur... Edhe të mendosh, më falë, të mendosh që unë kur kam qenë e vogël e këndoja këtë këngën Vitori të bëftë nëna dhe si vjen jeta, unë rritem, kënga që ka kënduar. Dhe tani jemi bërë mike. Të më thënë, vargjit e mija i këndon... Vitorin e këndon në gjithë Shqipëria. Ska aktivitet, ska gëzim familjar që... Për shumë unë këndo që ndodhen po të më shikojnë, Vitoria. Nuk më thonë Evgjenia, po Vitoria. Në fjallë është krijuar... Sepse lidhin figurën tënde duke qenë se ke qenë e para që e ke kënduar. Kush është për shembull është ftuar, është Vitoria. Në fjallë Evgjenia e... Të vjen mirë që të ngatrojë thonë Vitoria, sepse është teksti këngës? Është një lloj personifikimi vetë, jo, se është diçka që ka ngelur në memorinë e njerëzve dhe më kollaj e ka të thotë është Vitoria se sa Evgjenia. Si e mendon të ardhmen e muzikës popullore, brezi që do ta trashëgojë atë, dhe a do ta trashëgojë dot apo jo? Sepse emrat të këngëtarëve të muzikës popullore siç jeni ju edhe shumë të tjerë në vendin tonë janë të shumt, disa nuk janë, disa do të ikin, disa nuk e dim si do të jetë e ardhmja e kësaj muzike. Shumë e vërtetë është kjo gjë. Në radhë të parë duhet të jetë një lloj indicie nga
vetë instancat janë për këtë punë, e kupton nëse kjo këngë duhet të vazhdohet, duhet që të jepet një lloj mundësie dhe atyre të rinjve që dalin, se jo sepse nuk ka këngëtar, ka plot, po është problemi që të këndohet ashtu siç është kënduar. Por është tendenca që tani të kaloj në turbo folk kënga. Dhe kjo e merr me qafë edhe këngën, nuk ka rinj që të jepen ato nota se ashtu siç ajo kënduar me vegla të gjalla, themi me vegla të gjalla, ta këndoj me vegla të gjalla, s'është nevoja të futet as ajo instrumenti apo këto elektroniket, sepse ato e kanë basarduar tani. Ka plot artistë të rinj që po dalin dhe duhet të luftojnë. Qartë, për të mbajtur të ngelet gjallë. Mirë, ne kemi ardhur në fund, të falenderoj shumë e dashur Evgjeni, e dashur Ariana, që ishit prezent në Reze Dielli. Shumë suksese në karrierat tuaja. Gjithmonë kënaqësi të ishte. Unë dua ta përshëndes edhe një herë Arianën këtu publikisht. Faleminderit. Sepse është njeri i mrekullueshëm. Faleminderit dhe e transmeton edhe në poezi edhe në bisedë. Përveç se një autor dhe një tekst shkruese dhe një poete, kjo është një njeri i shkëlqyer. Faleminderit. Që jep shumë dashuri dhe besoj se edhe në këtë intervistë u dha gjithçka dhe për mua është fat që është një tendime gjithashtu. Me siguri. Faleminderit Ariana. Ne do bashkëpunojmë përsëri me Ariana dhe besoj se do nxjerrim këngë të bukura. Faleminderit edhe një herë. Sepse unë dua penën e Arianës. Se duhet ta mbyllim. Shumë faleminderit. Faleminderit publikut që na ka ndjekur. Kalofshi një ditë të bukur, shihemi nesër.